për të parandaluar shfaqjen e sëmundjes së dhëmbëve, mishit të dhëmbëve gingivës dhe hapësirës së gojës në përgjithësi, është të fitojmë shprehje të duhura dhe një zakon të rregullt rreth mirëmbajtjes së higjienës orale. Do thoya që komunikimi midis personave është buzëqeshja ajo që luan rolin kryesor. Dhe për të arritur një buzëqeshje sa më të bukur dhe për të arritur sa më mirë këtë, duhet që të kemi dhëmbë të shëndetshëm, dhëmbë të bardhë, dhëmbë të bukur. Por për të patur të gjitha këto, duhet kontrollet periodike të erëpaseshme të mjekut stomatolog, të kemi një higjenë të mirë të gojës, sigurisht që të kujdesemi për gojën sa më mirë të jetë e mendur. Do thoja që shkaktarët themelor për problemet e gojës janë higjiena jo e mirë e saj, ushqimi jo i përshtatshëm, stresi luan një rol të rëndësishëm sigurisht, si dhe ulja e imunitetit. Dhe fatkeqësisht shumë individa apo shumë prej pacientëve tanë i neglizhojnë gjitha këto. Kështu që sigurisht që ndonjëherë për shkak të vonesave në punë, ndonjëherë nga mosnjohja e shkaktarëve të sëmundjeve të gojës. Sigurisht që higjiena e gojës parandalon probleme dentare, sidomos pllakën dentare, e cila luan rol të rëndësishëm në infeksionin e mishrave të dhëmbëve. Dhe infeksioni i mishrave të dhëmbëve çon përveç se në erë të keqe të gojës, që është një prej do thoja të gjithë ana negative tek të gjithë pacientët tanë, por do thoya që në mosha të vjetra ajo çonte në humbjen e dhëmbëve. Parandalimi i sëmundjeve të gojës apo mishrave të dhëmbëve të gjitha është e rëndësishme, është kontrolli tek mjeku stomatolog, do thoya që duhet bëhet pastrimi i dhëmbëve me furçë të pastë, regjimi ushqimor sigurisht, do thoya që patjetër që përdorimi i fjesë dentare, përveç fjesë dentare, shplarësit e gojës luajnë një rol të rëndësishëm gjithashtu. Tek fëmijët e vegjël duhet kemi kujdes që t'i ndërgjegjësojmë ata dhe t'i bëjmë të vetëdijshëm që në fëmijëri të hershme rreth rëndësisë së madhe që ka mirëmbajtja e higjienës orale. Në 5 vjeçarin e parë të jetës së fëmijës duhet kemi kujdes që t'i ndihmojmë dhe t'i mësojmë rreth larjes sa më të rregullt të dhëmbëve dhe mishit të dhëmbëve, derisa fëmia të fitojë siguri në vetvete që larjen mund ta bëjë dhe vetë. Në ditët që jetojmë, gjithnjë më tepër i kushtohet kujdes, madje i jepet një vëmendje dhe rëndësi të veçantë larjes së dhëmbëve dhe mirëmbajtjes së higjienës orale, si dhe theksi gjithmonë vendoset në faktin se sa e rëndësishme është që këto shprehi të fitojnë që në fëmijëritë e hershme. Një pyetje që na lind vetvetiu është dhe kontrolli që duhet të bëjnë nënat shtatzan, domethënë gratë që janë shtatzan, a duhet të kenë kontrolle mjekësore tek mjeku stomatolog? Sigurisht që po, gratë shtatzana duhet përpara se të vendosin të për shtatzanin e tyre, duhet të bëjnë, do t'i rekomandoja të bënin një kontroll tek mjeku stomatolog. Është shumë e rëndësishme pasi gjatë shtatzanis gjithmonë ka probleme, lindin probleme me dhëmbët. Do thoya që të gjitha gratë shtatzana mund të ndërhyjnë pa asnjë lloj probleme në të gjitha trajtimet e dhëmbëve. Por në 3 mujorin e parë nuk do të ishte e këshillueshme. Do thoya që edhe heqjet, madje edhe heqjet mund të bëhen pa anestezi apo me anestezi, po gjithmonë pas 3 mujorit të parë dhe gjithmonë me rekomandimin e mjekut stomatolog, mjekut ginekolog. Vetëm në qoftë se nuk kam pikset e gjakut, në qoftë se pacientja na thotë që ka probleme me piksin e gjakut, atëherë nuk mund të ndërhyjmë. Është e rëndësishme të dihet që edhe grafit dentare, pasi na duhen ndonjëherë për të parë gjendjen e dhëmbëve, për të parë se ç'bëhet dhëmbët e pacientit. 3 mujorin e parë është e vërtetë që nuk mund të ndërhyjmë me grafi pasi rrezet janë të dëmshme për fetusin. Por në qoftë se janë të nevojshme, domosdoshmërisht atëherë duke marrë të gjitha masat e mbrojtëse, sigurisht që mund të ndërhyjmë. Shëndeti i dhëmbëve ka ndikim të madh në cilësinë e jetës sonë. Një buzëqeshje e bukur e plotson madje dhe e zbukuron pamjen tonë të jashtme, ndërsa dhëmbët e shëndetshëm mundsojmë të kemi një ushqyerje sa më të shëndetshme. Sa rëndësishme është dhe kontrollet e përhershme ndoshta tek mjeku stomatolog. Na ndihmojnë po këto sa dhe elementet e tjerë? Sigurisht, kontrollet e erëpashershme do thoya të paktën një herë në 6 muaj ose një herë në vit, në qoftë se pacientët nuk kanë mundësi, duhet të jenë
të bën shprehi e çdo paciente. Do thoja që çdo stomatolog do ndërhynte atëherë kur shohin një problem me dhëmbët tanë. Në qoftë se pacientët nuk do t'i bënin të gjitha këto dhe vinë tek mjeku stomatolog, atëherë kur dhëmbi nuk ke më që bën, sigurisht që do shkojmë në humbjen e dhëmbëve, më pas do vinë të gjitha problemet me radhë. Zgjedhja e një paste sa më të mirë nuk është as pak një detyrë e lehtë. Nëpër vitrina dhe dyqane shpesh gjejmë me 10 lloje pastash për dhëmbë nga 10 prodhues. E rëndësishme është që të zgjedhim pastën e cila përmban flour. Kryesisht në këtë moment na lindë pyetja se si do të ishte dur dhe përzgjedhja e pastave, pasi e rëndësishme është dhe përzgjedhja e tyre, besoj. Sigurisht po. Dhëmbët ndahen në kategori të ndryshme, prandaj që dhe pastat janë krijuar për dhëmbë kategori të ndryshme. Për të ditur se çfarë paste duhet përdorim, sigurisht që duhet bëhet një kontroll tek mjeku stomatolog për të ditur se në çfarë kategorie bën pjesë pacienti, dhëmbët e pacientit. Kemi pasta dhëmbësh për dhëmbë të ndjeshëm, sigurisht për kundër kariesit, si dhe për dhëmbë për zvardim. Do thoja që çdo pastë duhet të përmbajë dhe florë pasi ndihmon në parandalimin e kariesit. Po ushqimi ditor, një rregull ushqimor do na ndihmonte edhe në dhëmbë të shëndetshëm? Sigurisht, ushqyerja me një dietë të shëndetshme dhe evitimi i ushqimeve me lëngjet dhe lëngjet me përmbajtje të lartë sheqeri luajnë një rol të rëndësishëm në krijimin e acideve dhe të bakterieve. Pasi do thoja që sheqernat janë ushqim i mirë për bakteret duke u kthyer më pas në acide. Ndodh që pas konsumit të ushqimit duhet të patjetër pastrimi i gojës, në qoftë se nuk jemi në shtëpi, pasi kur jemi në shtëpi mund ta bëjmë shumë mirë pastrimin e dhëmbëve, kur nuk jemi në shtëpi patjetër që duhet përdoret fija dentare ose nuk duhet të rekomandohen, domethënë nuk rekomandohen ushqime të rënda. Po me aq rëndësi është edhe përzgjedhja e furçës së duhur për larjen e dhëmbëve. Shumë kohë më përpara njerëzimi ka kuptuar që duke larë dhëmbët, duke i pastruar dhëmbët, arrin një higjenë sa më të mirë të gojës. Eksperiencat kanë treguar që duke i larë dhëmbët pas ngrënjes, gjithmonë, domethënë, ruaj një higjenë të mirë. Por ndodh shpesh që shumë për pacientëve tanë mendojnë që duke i larë dhëmbët apo thjesht një lucëdimi thjesht i dhëmbëve në sipërfaqen e tyre është mjaftueshëm, nuk ndodh kështu. Pasi ndodh shumë herë që pacientët lajnë vetëm pjesën e sipërme të dhëmbëve dhe harrojnë që dhëmbët duhet lahen dhe në pjesën e brendshme të tyre dhe në sipërfaqen e sipërme. Minimumi që duhet të përdorim furçën është 2 deri në 5 minuta dhe sigurisht që përveç se të zgjedhim një furçë të mirë me fije të buta për mos me dëmtuar mishat e dhëmbëve, duhet të zgjedhim dhe një furçë me kokë të vogël, aq sa të arrijë të futet deri në zonat më të vështira të gojës, pak për shkaktuar reflekset e të vjelldit. Duhet të ndrohet furça një herë në 3-4 muaj, pasi bakteret që janë aty gjithmonë kemi infeksione të dhëmbëve rishfaqen sërish. Filli dentar është një pjesë shumë e rëndësishme e higjienës orale. Këshillohet që filli dentar të përdoret të paktën një herë në ditë. Për të shpjeguar për teleshikuesit, çfarë janë fijet dentare dhe si mund të aplikohet një fije dentare në gojën? Atëherë, fija dentare duhet të përdoret, domethënë kemi vënë re që edhe në shoqëritë e zhvilluara nuk është shumë e përdorur, pasi në tavolinat e konsumit të përditshëm kemi vënë re që janë përdorur rëndom kunjat e drurit, të cilët nuk janë fare të rekomandueshëm, pasi përveç se dëmtojnë dhëmbët, dëmtojnë dhe mishat e tyre. Fija dentare duhet të përdoret vazhdimisht, pasi eliminon ushqimet që mbeten mes dhëmbëve, duke bërë domethënë një dhëmbë tonë më të shëndetshëm. Do të thoja që shpesh herë kur i rekomandojmë fijen dentare pacientëve na rikthehen në klinikë duke na thënë, shiko sepse un kam hemorragji, kam rrjedhje gjaku sa herë që un përdor fijen dentare. Nuk është problem, domethënë sidomos tek përdoruesit e rinj të fijes dentare, gjithmonë do ndodhin në fillimet e tyre të kenë gjakrrjedhje. Por në qoftë se gjakrrjedhja do ndodhi për ditë me radhë, atëherë duhet të rikthehen në klinikë për të parë nëse ka filluar një infeksion i mishrave të dhëmbëve. Një element i rëndësishëm janë dhe shpëlarësit e dhëmbëve, tepër të rëndësishëm dhe për ta shpjeguar më mirë sa të rëndësishëm janë ata dhe përzitja e duhur e tyre. Atëherë shpëlarësit e gojës janë një mundësi për të mbajtur një higjenë të pastër dhe një gojë të freskët.
luaj një rol shumë të rëndësishëm tek personat të cilët nuk përdorin furçët, pasi eliminojnë bakteriet, eliminojnë pllakën bakteriale. Do të thoja që gargarat e tyre duhet të bëhen her pas here, sidomos në darkë është mjaft e rëndësishme pasi kemi ngrënë dhe pasi kemi larë gojën. Do thoja pastaj që nuk duhet i përdorim sigurisht pacientët të cilët kanë alergji ndaj tyre. Janë çimçakizat ata që luajnë dhe një rol të rëndësishëm në pastërtinë e dhëmbëve dhe çimçakizat me përmbajtje pa sheqer, do të thoja që ndihmojnë në rrjedhjen e sekrecioneve të gojës duke bërë pastrimin e hapësirës orale. Në fund të kësaj bisede, dy këshillat fundit për gjithë ata që na ndoqën këtë rubrikë për dhëmbë të shëndetshëm. Atëherë, kontrollet të herpashershme tek mjeku stomatolog, sigurisht që kujdesi në ushqyerje, të kemi një dietë të shëndetshme, përdorimi i fijës dentare është shumë i rëndësishëm, larja e dhëmbëve her pas here pas çdo të ngrënie, shplarësit e gojës sigurisht dhe këto janë të rëndësishme. Pastaj sigurisht që me vërtet mund të shkojmë të kontrollohemi apo të bëjmë kontrollin tek mjeku stomatolog, por sigurisht edhe duhet të ndërhyjmë atëherë kur është e nevojshme. Shëndeti i dhëmbëve është tepër i rëndësishëm, pasi na siguron jo vetëm buzëqeshje të bukur, por edhe organizëm të shëndetshëm.